Pas 12 orësh rrethim u finalizua mbrëmjen e së hënës operacioni në fshatin Rosh të Fusharzit pas dorëzimit të 2 personave të armatosur që kishin kërcënuar me jetë efektive dhe kishin hapur zjarr ndaj forcave speciale Renea. Ngjarja nisi rreth orës 9 të ditës së hënë kur patrulla e komisariatit të policisë së Pukës konstatoi një person të dyshim që u fut me shpejtësi në një banesë braktisur sapo pa efektivët. Policia i kërkoi të dilte, por ai jo vetëm që nuk ju bindi urdhrave, por nisi t'i kërcënonte. Informacionet paraprake për rrezikshmërinë e tij detyruan ngritjen e një perimetri sigurie dhe kërkesën për mbështetjen e forcave speciale. Në ngjarje mbërritën trupat speciale Renea, strukturat e drejtorisë vendore të Shkodrës, antiterrori dhe forcat Shqiponia. Ndërsa Renea i bëri thirrje të dorëzohej, nga brenda banesës u çullua me armë zjarri duke rrezikuar seriozisht jetën e tyre. Situata u përshkallëzua, por forcat policore zgjollën të vijonin negociatat për të shmangur viktimat. Pas orësh të gjata bisedime ku një rol kyç luajtën edhe të afërmit e 2 të ngujuarve, autorët pranuan të vetëdorëzohen. Njëri prej tyre, Erzenu, 35 vjeç, rezultoi plagosur në kofshën e djathtë dhe u dërgua në spitalin rajonal të Shkodrës, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia e shtetit dha më tej detaje lidhur me operacionin 12 orësh dhe përballjen që pati me Hamza Erzenukën dhe Julian Cumrakun, ku gjatë kontrollit të banesës janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale 4 armë zjarri automatike dhe një armë zjarri pistolet, një flamuri i organizatës terroriste Shteti Islamik ISIS i vendosur në faqen e murit ndërmjet armëve të lartë përmendura, 17 copë granata dore defensive, municion luftarak, kapsulla detonatore elektrike për shpërthimin e lëndëve eksplozive, fitil zjarrpërcjellës që përdoret për shpërthimin e lëndëve plasëse dhe 2 gozhoja. Materialet procedurale i oferuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm në Shkodër, por veprime të mëtejshme ndaj 2 shtetasve të lartë përmendur, përkatësisht 34 dhe 35 vjeç. Ndaj tyre rëndojnë akuzat për veprat penale, nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryen e veprave me qëllime terroriste, prodhimi i armëve luftarake, kundërshtimi i punojësit policisë së rendit publik, mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit.